Juglindja e vendit mbetet e kërkuar nga të huajt, numri të cilëve vitet e fundit ka qenë në rritje aq sa 85% e turistëve që kanë vizituar Korçën dhe Juglindje janë të huaj. Kjo edhe për shkak se pjesa më e madhe e operatorëve turistik kanë lidhur kontrata me agjenci të shumta turistike vendase dhe të huaja. Jemi nga Republika Çeke. Na pëlqen të vijmë në Shqipëri për të kaluar një natë. Do shkojmë në mal sepse këtu ka shumë male. Çmimet janë shumë të ulta. Çmimet janë të mira, gjëja më e mirë janë njerëzit, shumë miqësor. Më pëlqen gjithçka këtu. I'm from Germany, Berlin. Vi nga Gjermania, Korça është shumë e bukur, pjesa e pazarit fantastike. Çmimet janë të ulta, ndërsa mua më pëlqen birra këtu, shumë e shijshme. Edhe Klaus Pronjari, një nga operatorët turistik të Korçës, tregon se turistët kanë rezervuar vende akomodimi që në 2025-ën. Rezervimet nga turistët e huaj janë kryer që vitin e shkuar për të zënë datat specifike që ata janë të interesuar dhe rezervimet kanë qenë me një fluks të lartë. Korça gjithmonë ka çfarë të ofrojë, jo vetëm pika turistike, por gjithmonë një vend historik nga i cili gjithmonë njerëzit kanë çfarë të zbulojnë. Krahas qytetit të Korçës, rezervime të shumta ka edhe Pogradeci, si dhe fshatra turistik Tushemisht, Lin, Voskopoj dhe Dardh. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit ka rezervime edhe në Ersek dhe fshatra turistik të Bashkisë së Kolonjës.